أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الكبير المتعال المتفرد بالعظمة والكمال الله أكبر له سلطان والقدرة والجلال الله أكبر جل عن الشريك والند والمثال والحمد لله على نعمه الجزال الحمد لله في الغدو والأصال الحمد لله دائما وأبدا لا إله إلا هو لا ند له ولا شريك معه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر توحيدا خالصا لله الله është më i madh në adhurim, në vërtet adhurimet e sinqerta I takojnë vetëm Atij. أيها المسلمون هنيئا لكم O ju musliman, përgëzime për juve هذا اليوم المبارك العظيم Kjo është ditë e juja e bereqetshme dhe madhështore هنيئا لكم عيد الفطر Kjo është për juve përgëzim për Fitr Bajram është fesë e juve Said që më ndje kënaqësinë dhe lumturinë فافرحوا بفضل الله وكتزاهني ما مرسيت الله عز وجل واشكروا نعم الله وكبروا الله فلندرانا الله بركتو بغاتي ذباني تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد عباد الله ويربت الله اتقوا الله كني فريقنا الله عز وجل وتوكلوا عليه ذنب اشتدنا الله عز وجل واحسنوا ظن به ذكني من دم تمير بر الله عز وجل وأنبوا إليه كثاهني ضيطاهني تك الله عز وجل ونسأل الله تعالى الكريم المنان الاسم الله نتلش زوت بيار ذروس أن تكون فرحة الكبرى تتيت برنيبك زيمي ميمار يوم لقائه كنت تقومي معطا كشك زيم برنيبك ميمار كيو فيس برنيبك إذ ماما دشتورة بالمغفرة والرضوان كل أطهار تيمي تفالو بري الله تزجل ذاتيت نسيا الله تزجل بنيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فالبرفيدي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحة يفرح ما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه فالبرفيدي صلى الله عليه وسلم أجروسي أبا پر أجروسي janë dy gëzime e gëzimi I tij është ai kur e ka qenë iftarin dhe gëzimi tjetër është kur ta takan Zotin e tij. Ky hadith na jep me kuptu që ky është gëzimi jon, që ky është gëzimi jon, që do të me përjetu na lumturia jone. E kemi qenë iftarin, është për neve festë, ama me sarran edhe fesën takimin me Allah Azza wa Jall. A thu qysh do të jetë takimi me Zotin ton? A thu çfarë fesë do të bën Allah për ne? Naja, përgatitemi për këtë fesë. Ama Allah përgatitet në ditën e Kiametit, edhe ai ka fesë, ama me kon me rapt e tij. Subhanallah. Muslimani fesë që këtë botë po të njëjtën gjë në botën tjetër kur takohemi me Allahun Azza wa Jall. Ibadallah, o ju rob të Allahut, في الدنيا فرحة عظيمة يذوقها المسلم
Në vërtet në dunja është kënaqësi që e përjeton vetëm muslimani. La tajidu ayyi farhin tusawiha, nuk ka mundësi me e përshkru dhe me e mëgjitur me në gzim tjetër se qysh e përjeton muslimani këtë gzim e cila është festë e tij. Wa hiya farhatul qurb min Allah bil amal salih. E kjo është gzim festë që jemi afru tek Allahu Azza wa Jall me vepra të mira. Ku ka gzim, ku ka festë më të mirë se sa mu afru tek Allahu Azza wa Jall bil amal salih, me vepra të mira. Gëzoni o ju musliman, kemi agjeru, kemi fal namaz, natë. Ndoshta për neve është që për neve është kjo festë. A moraliteti për ata që adhurojnë Allah Azza wa Jall, çdo natë ka bërë këtë festë. Allahu Akbar, Allahu Akbar. O ju vëllezër, për këta وهي يأتي لنا عيد. Për këta që na e përgëzojme, atëherë vjen kjo festë e cila quhet Fitr Bayram. Thot Allah Azza wa Jall: "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu." Thuaj me mirësitë të Allahut, me begatitë të Allahut dhe për këta gëzohuni. Kjo është festë e jone e cila ka pat para kësaj në realitet, ka pat bereqet, ka pat mirësi, ka pat vlera, gjitha janë bi fadlillah, janë me mirësi të Allah të azem. Të ljefrahu, gëzohuni, prej tani da në këto gëzime të cilat i kalan njeriu po në këtë dit, apo edhe gjatë mujtë Ramazan të cilë kemi qenë. Qale Nebiu sallallahu alaihi wasallam, thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Likulli qawmin 'idan wa hadha 'iduna." Subhanallah. Po thot profeti sallallahu alaihi wasallam, në çdo popull ka festa. E po thot pejgamberi, e kjo festa jon. A pendjen fjalën e profetit, gëzo kjo festa jon, festa e muslimanëve, festë që ja vlen me u gëzu dhe me lumturu, ja vlen edhe me lutë Allah Azza wa Jall për vepra që kemi bo, që me festu dhe më thonë këtë dit. Iduna, id fërh. Festa jonë është fest e gëzimi. Iduna, id ziyaratul ikhwan. Festa jonë është fest që e vizitojme njani me tjetërin vllazërit tonë. Iduna, idul hidaya. Festa jonë është fest e cila shpërndajme njani tjetërin dhurata. Iduna, idur rahme. Festa jonë është fest e mëshirës, e mëshirojmë njani me tjetërin. Iduna, id kalamu tajjib. Festa jonë është fest e cila flasmi mirë me gjuhë tona, dim me e shu gjuhë tona, kur na dojmë me e festu atë fest dhe me jaru njani me tjetërin. Ibadullah, o jo rëbë të Allahut, wallahi, lawla Allahu ma hadejna, wala tasaddaqna, wala sallejna. O jo rëbë të Allahut, pasha Allahun, sukur mos me qenë Allahu, ne nuk kishmi të uzuar në Islam, dhe nuk kishmi prej atyre që jepni sadaka, apo nuk kishmi prej atyre që të falshmi namaz. Mirë po, cëla kja, mirësi të Allah në ka zgjedh. Të ka zgjedh, o robi Allah, që te me qenë musliman me ndje këtë gëzim. Kujta Nuhin a.s. Ja bunej, irkib ma'na. O djor jam, hyp me mu, hyp, mos e fundaz vetën tonë se Zoti, dhe aton ka me shkatru, ashtë që i ka të regu Nuhin. Po shiku du me dalme, shika, Allah Azza wa Jall ka zgjedh ty musliman, ndërsa djalin e Nuhit, pejgamber ka qenë, nuk e ka zgjedh. Që kjo është mësme qenë Allah Azza wa Jall për neve, dhe thonë Allah na ka zgjedh, andaj ndije këtë gëzim që i musliman ka zgjedh Allah Azza wa Jall, që me festu këtë fest dhe me ndije gëzimin e kësoj feste. Jaumun adhim min ejamillah. Ditët e Allahut janë shumë. Amo kjo ditë është ditë e Zotit adhim e madhe.
fest, deri tek arshi Allah ndjehet kjo fest, edhe Allah Azza wa Jall i jep myshde robëve të tij që në zemra i fut gëzim për këtë fest. Subhanallah. O shukrum lillah, edhe një të gja është këtë fest që me e falendru Allah Azza wa Jall bi anna Allah alejna an wafaqana li ibadatihi, e me falendru Allah dhe me ndjekët gëzim. Pse na ka bo Allah Azza wa Jall për atyre që na ka dhonë sukses në vepra, në adhurime ndaj Allahut Azza wa Jall. Atamma alejna ni'matahu bimaghfiratin wal 'itqi min an-nar. Na ka plotsu Allah Azza wa Jall dhuntit e tij mbi neve që me na fal dhe me na largu pi zjarrit xhenamit. Për çata është fest, për çka e ka adhuru Allah në Ramazan? E ka adhuru Allah në Ramazan që me të largu pi zjarrit xhenamit me të fal. Ndje këtë fest, kjo është nimet i Allahut. O ju rob të Allahut, ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, për këto ishin shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur ata u takishin njërin me tjetrin, e propozojshin duke thënë taqabbalallahu minna wa minkum, Zoti pranoj për juve dhe për neve veprat të mira. Yastabshiruna bi ni'matillahi alejhim bil qabul wal maghfira wal rahma, e përgëzontim njëri me tjetrin me dhuntit të Allahut mbi ta për pranimin e veprave, faljen e mëkateve dhe mëshirë njëri me tjetrin. O ju rob të Allahut, qad wa'adana Allahu bil mazid liman shakara. O ju rob të Allahut, Allah Azza wa Jall ka premtuar për neve edhe më shumë për ata i cili e falendron Allahun. Falendron Allahun Azza wa Jall për këtë ditë që e ka mundësu Zoti me përjetu apo me nëzan, dhe më thanë fitër bajramin, festën. Thëtë Allah, le in shakartum le azidannakum, në qovë se ju më falemdrani, unë doja shtoj edhe më shumë të mirat. Fëmen shakar Allah haqqan, thabbetuhu Allahu ala ta'ati ba'da Ramadan. E kush do që e falemdran Allahun Azza wa Jall, Allahu i jep sukses edhe në bas Ramazanit, e ban që mu bind edhe në bas Ramazanit. Wa me jaktarif hasanatan nazid lehu husnan, e kusht i shton adhurimet, Allahu ka me ashtu edhe ma shumë shpërblimin. Ibad Allah, o ju rob të Allah, kama farihtum bi siyamikum tafrahu bi qaumin fitrakum, ashtë qysh e keni ndjek gëzimin e agjerimit ju, ndjene edhe këtë gëzim e cila është fest e fitër bajramit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahi alhamd. O ju musliman, tregani islamin e juaj në këtë fest, tregani moralin e juaj, mëshirani njëri tjetrin, respektani të mëshuarin dhe duheni prindrin njëri, duheni da thonë prindin, respektani bani da më thonë bajram me prindrin. Kujdesnu për jetimat dhe fukarat, shpërndani bëshqeshen e juaj dashuri dhe respekt. Jepni fëmijëve dhurata, bëni bajram me familjarët e juaj dhe kushit e juaj. Jepni sadaka, nga se është fest e sadakës. Në këtë fest, lërgohu nga mëkatet. Festo me shëriatin islam, ashtë që është i knaqur Allahu. Ibad Allah ju rabte Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allah pranof për neve agjerimin ton. Wa qiyamana, pranof edhe namazin e natës. Wa kulli ibadet e faalna fija, dhe çdo ibadet që e kemi bo, Zot prana për neve. Allah me gjallna minel muqbilin, Zot prana për neve që timi për atyre që na ki pranu veprat, wal faizin, dhe për atyre që fitojmë gjenetin dhe largojmë pizarë xhenamit. Allah me gjallna hadhe id sururan, Zot bëje për neve këtë fest gëzim, wa rahme, mshirë, wa khajran lana, dhe çdo mirë për neve, wa li gjemi'i lil muslimin, dhe për çdo musliman bëje khajr për ta. Ibad Allah, o ju rob të Allahit,
E ndjej veten tam i gëzueshëm, i lumtur dhe pa e shpreh me juve këtë gëzim dhe lumturi. Wa kullu amin wa antum bi khair. Le të fillon një vit i ri me khair dhe bereqet. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Zoti pranoj për neve dhe për juve veprat e mira. O ju vëllezër, urime ju kohë festa e fitër Bajramit. Walhamdulillahi rabbil alamin.